Ua prezantojmë audiolibrin e radhës. Lutje përmbledhëse të përmendura në Kur'an dhe Sunet. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi, e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemërimin tënd, as në të atyre që janë të humbur. Kur'an, Surja El-Fatiha, ajetet 1-7. O Zoti ynë, pranoje prej nesh këtë vepër, me të vërtet ti je ai që dëgjon dhe di gjithçka. Kur'an, Surja El-Bekare, ajeti 127. Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Kur'an, Surja El-Bekare, ajeti 201. Zoti ynë, na pajis me durim, na forco këmbët tona dhe na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Kur'an, Surja El-Bekare, ajeti 250. Zoti ynë, mos na ndëshko për atë që harrojmë, ose veprojmë pa qëllim. Zoti ynë, mos na ngarko barë të rënd, ashtu si ngarkove ata para nesh. Zoti ynë, mos na ngarko me diçka që nuk mund ta bartim. Na i shlyej gjunahet tona, na i fal ato dhe na mëshiro. Ti je mbrojtësi ynë, prandaj na jep fitore kundër atyre që nuk besojnë. Kur'an, Surja El-Bekare, ajeti 286. O Zoti ynë, mos lejo që zemrat tona të shmangën, pasi na ke udhëzuar në rrugën e drejtë, dhe jep na mëshirë prej teje. Vërtet, ti je dhuruesi i madh. Kur'an, Surja Ali Imran, ajeti 8. O Zoti ynë, ti do t'i mbledhësh njerëzit në një ditë për të cilën nuk ka dyshim. Me të vërtet, Allahu nuk e shkel premtimin. Kur'an, Surja Ali Imran, ajeti 9. Zoti ynë, me të vërtet kemi besuar, andaj na i fal gjunahet tona dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Kur'an, Surja Ali Imran, ajeti 16. O Allah, zotëruesi i gjithë pushtetit, ti ja jep pushtetin kujt të duash dhe ja heq kujt të duash. Ti lartëson këtë duash dhe poshtëron këtë duash. Çdo e mirë është në dorën tënde. Ti je vërtet i plotfuqishëm për çdo gjë. Ti bën që nata të hyjë tek dita dhe që dita të hyjë tek nata. Ti e nxjerr të gjallën prej së vdekurës dhe të vdekurën e nxjerr prej së gjallës. Ti i jep kujt të duash pa kufi. Kur'an, Surja Al Imran, ajetet 26-27. Zoti im, dhurom nga ana jote pas ardhës të mirë, se ti me të vërtet je dëgjues i lutjes. Kur'an, Surja Ali Imran, ajeti 38. Zoti ynë, ne besojmë atë që na ke shpallur dhe pasojmë të dërguarin. Na shkruaj pra bashkë me dëshmitarët. Kur'an, Surja Ali Imran, ajeti 53. O Zoti ynë, na i fal gjunahet tona dhe teprimin në punën tonë. Na i forco këmbët dhe na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Kur'an, Surja Ali Imran, ajeti 147. O Zoti ynë, ti nuk i ke krijuar këto lartësuar qofsh. Prandaj, na ruaj nga dëshkimi i zjarrit. O Zoti ynë, cilin do që ti e fut në zjarr, ti e ke poshtëruar atë. Dhe për mohuesit nuk do të ketë kurrfar ndihmuesi. Kur'an, Surja Ali Imran, ajetet 191-192. O Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që na ftonte në besim. Besoni Zotin tuaj, dhe kështu besuam.
O Zoti ynë, na i fal gjinohet tona, na i shlyej gabimet dhe bëna që të vdesim me të mirët. Kur'an, surja Ali Imran, ajeti 193. O Zoti ynë, na jep shpërblimin që na e ke premtuar nëpërmjet të dërguarve të tu dhe mos na pështro në ditën e Kiametit. Se ti, me të vërtet, nuk e shkel premtimin e dhënë. Kur'an, surja Ali Imran, ajeti 194. O Zoti ynë, ne besojmë, prandaj na llogaret ndër dëshmitarët e tu. Kur'an, surja El Maide, ajeti 83. O Zoti ynë, ne e kemi futur veten në gjuna, prandaj, nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne vërtet që do të jemi nga të humburit. Kur'an, surja El Araf, ajeti 23. O Zoti ynë, mos na hedh midis njerëzve të këqij. Kur'an, surja El Araf, ajeti 47. O Zoti ynë, na jep durim të madh dhe bëna të vdesim musliman. Kur'an, surja El Araf, ajeti 126. Ti je mbrojtësi ynë, andaj falna dhe mëshirona. Ti je më i miri i mëshiruesve. Na cakto të mira në këtë botë dhe në tjetrën, sepse veç tek ti ne kthehemi. Kur'an, surja El Araf, ajetet 155-156. Më mjafton Allahu, s'ka të adhuruar më të drejtë përveç ti. Unë mbështetem tek Ai. Ai është Zoti i Fronit të Madh. Kur'an, surja Et-Taube, ajeti 129. O Zoti ynë, mos na bëj sprovë për popullin keqbërës dhe shpëtona me mëshirën tënde nga populli mohues. Kur'an, surja Yunus, ajetet 85-86. O Zoti im, mbështetem tek ti për të mos kërkuar gjëra për të cilat nuk kam dijeni. Nëse ti nuk më fal dhe nuk më mëshiron, do të jem nga të humburit. Kur'an, surja Hud, ajeti 47. O krijues i qiejve dhe i tokës, ti je mbrojtësi im edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Bëj që të vdes si musliman dhe më shoqëro me punë mirët. Kur'an, surja Jusuf, ajeti 101. O Zoti im, bëje të sigurt këtë qytet dhe më ruaj mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. Kur'an, surja Ibrahim, ajeti 35. O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryen për her namazin. O Zoti ynë, na i prano lutjet. Kur'an, surja Ibrahim, ajeti 40. O Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në ditën kur do të jepet llogari. Kur'an, surja Ibrahim, ajeti 41. O Zoti im, mëshiroj ata, prindërit e mi, ashtu siç më kanë rritur kur unë isha i vogël. Kur'an, surja El Isra, ajeti 24. O Zoti im, më shpjer në një hyrje të kënaqur. Më nxjerr nga një dalje të kënaqur dhe më dhuron nga ti fuqi që do të më ndihmoj. Kur'an, surja El Isra, ajeti 80. O Zoti ynë, na jep mëshirë nga ana jote dhe përgatitna për sjellje të drejtë. Kur'an, surja El Kahf, ajeti 10. O Zoti im, zgjero ma kraharorin tim, lehtëso ma punën time dhe zgjidh ma nyjen e gjuhës time, që ata të kuptojnë fjalën time. Kur'an, surja Taha, ajetet 25-28. O Zoti im, shto ma dijenin. Kur'an, surja Taha, ajetet 114. Mua më ka goditur fatkeqësia, e ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Kur'an,
Surja El-Nebija, ajeti 83. S'ka të adhuruar me të drejtë përveç teje, qofsh i lavdëruar, me të vërtet unë kam gabuar. Kur'an, Surja El-Nebija, ajeti 87. O Zoti im, mos më lër vetëm pa fëmijë, e ti je trashëgimtari më i mirë. Kur'an, Surja El-Nebija, ajeti 89. Zoti im, më zbarko në vend të bekuar, se ti je më i miri për të na zbarkuar. Kur'an, Surja El-Mu'minun, ajeti 29. O Zoti im, mos më lër mua me popullin keqbërës. Kur'an, Surja El-Mu'minun, ajeti 94. O Zoti im, kërkoj të më mbrosh nga xitjet e djajve, dhe tek ti mbështetem. O Zoti im, që të mos i kem pranë meje. Kur'an, Surja El-Mu'minun, ajeti 97-98. O Zoti ynë, ne kemi besuar, andaj, na fal edhe na mëshiro, ti je më i miri i mëshiruesve. Kur'an, Surja El-Mu'minun, ajeti 109. O Zoti im, fal dhe mëshiro, se ti je më i miri i mëshiruesve. Kur'an, Surja El-Mu'minun, ajeti 118. O Zoti ynë, largoje prej nesh ndëshkimin e xhehenemit, sepse, me të vërtet, dënimi i tij është i përjetshëm. Kur'an, Surja El-Furqan, ajeti 65. O Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tonë, ç'është përrehje për sytë tonë dhe bëna shembull për të mirët. Kur'an, Surja El-Furqan, ajeti 74. O Zoti im, më dhuro dituri dhe më radhët me të mirët, bëj që të përmendem për të mirë të breznit e ardhshme, dhe më bëj një nga trashëgimtarët e xhenetit të begat. Kur'an, Surja Esh-Shuara, ajete 83-85. Dhe mos më turpëro në ditën, kur do të ringjallën njerëzit, në ditën kur as kujt nuk do t'i ketë dobi as pasuria, as fëmijët, përveç atij që vjen me zemër të pastër tek Allahu. Kur'an, Surja Esh-Shuara, ajete 87-89. O Zoti im, më frymëzo që të jem mirënjohës për mirësitë që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Më prano me mëshirën tënde në xhirin e robërve të tu të devotshëm. Kur'an, Surja En-Naml, ajeti 19. O Zoti im, një mend unë i kam bërë keq vetes, andaj më fal. Kur'an, Surja El-Qasas, ajeti 16. O Zoti im, më shpëto prej popullit keqbërës. Kur'an, Surja El-Qasas, ajeti 21. Presoj se Zoti im do të më tregoj rrugën e drejtë. Kur'an, Surja El-Qasas, ajeti 22. Zoti im, çfarë do dhuntie që të më japësh, unë jam nevojtar. Kur'an, Surja El-Qasas, ajeti 24. O Zoti im, më ndihmo kundër popullit që bën mbrapshti. Kur'an, Surja El-Ankebut, ajeti 30. O Zoti im, dhuron fëmijë prej të mirëve. Kur'an, Surja Es-Safat, ajeti 100. O Zoti ynë, ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe dijenin tënde. Prandaj, falje ata që janë penduar e që ndjekin rrugën tënde, dhe ruaje ata prej dënimit të zjarrit flakërues. Kur'an, Surja Ghafir, ajeti numër 7. O Zoti ynë, shpjeri ata në kopshtet e Adnit, të cilat ua ke premtuar,
së bashku me të devotshmit, prej prindërve të tyre, bashkëshortëve të tyre dhe pasardhësve të tyre. Ti i plot fuqishmi dhe i urti, dhe shpëtoj ata nga e keqja. Atë që ti e shpëton nga e keqja atë ditë, ti e ke mëshiruar, e ky me të vërtet është shpëtim i madh. Kur'an, Surja Kafir, ajetet 8-9. O Zoti im, më frymëzo që të falenderoj për begatit që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Më dhuro pasardhës të mirë. Tek ty kthehem i penduar dhe ty të dorëzohem. Kur'an, Surja Al-Ahqaf, ajeti 15. O Zoti ynë, falna neve dhe vëllezërit tonë, të cilët kanë besuar para nesh, dhe mos lejo që në zemrat tona të ketë asnjë të keqe ndaj besimtarëve. O Zoti ynë, ti je vërtet i butë dhe mëshirëplot. Kur'an, Surja Al-Hashr, ajeti 10. O Zoti ynë, tek ti mbështetemi, ty do drejtohemi dhe tek ti do të kthehemi. Kur'an, Surja Al-Mumtahina, ajeti 4. O Zoti ynë, mos na bëj sprov për jo besimtarët dhe falna ne. O Zot, vërtet ti i plot fuqishmi dhe i urti. Kur'an, Surja Al-Mumtahina, ajeti 5. O Zoti ynë, përsos se dritën tonë dhe falna ne. Vërtet, ti i fuqishëm për çdo gjë. Kur'an, Surja At-Tahrim, ajeti 8. O Zoti im, ndërton një banesë tek ti në xhenet. Kur'an, Surja At-Tahrim, ajeti 19. O Zoti im, falë mua dhe prindërit e mi, si dhe çdo besimtar që kërkon strehim në shtëpinë time. Fali të gjithë besimtarët e besimtarët, ndërsa keqbërësve shtoje vetëm shkatërrim. Kur'an, Surja Nuh, ajeti 28. Thuaj, o ju mos besimtar, unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni, dhe ju nuk jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Unë nuk do të jem kur adhurues i atyre që ju i adhuroni, dhe as ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj, ndërsa unë kam fen time. Kur'an, Surja Kafirun, ajetet 1-6. Thuaj, ai është Allahu, një dhe i vetëm. Allahu është absoluti, të cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur, dhe askush nuk është i barabartë me atë. Kur'an, Surja Al-Ihlas, ajetet 1-4. Thuaj, kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, që të më mbrojë nga sherrri i gjithë shkaje që ai ka krijuar, dhe nga sherrri i natës kur ka plën terri, dhe nga sherrri i falltarëve që fryjnë në nyje, dhe nga sherrri i smirëziut kur vepron me smir. Kur'an, Surja Al-Falaq, ajetet 1-5. Thuaj, kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve, sudimtari i njerëzve, i adhuruari i njerëzve, nga sherrri i djallit çëtës që fshihet, e që hedh dyshime në gjoksit e njerëzve. Qoftë ai djall prej gjendëve apo njerëzve. Kur'an, Surja An-Nas, ajetet 1-6. Lutje për mbledhse të përmendura në sunet. O Allah, më mundëso ta kuptoj fen. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. O Allah, më largo mua nga mëkatet, ashtu siç e ke larguar lindjen nga perëndimi. O Allah, më pastro nga mëkatet,
ashtu siç pastrohet rroba e bardhë prej njollave të zeza. O Allah, më pastron nga mëkatet me ujë, borë dhe akull. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. O Allah, më mbroj nga dënimi në varr, nga dënimi me zjarr, nga sprova e jetës dhe e vdekjes, si dhe nga sprova e Mesihut të rrajshëm. Transmeton Buhariu. O Allah, ti që e zbrite librin, që i lëviz ret dhe që i mposht ushtrit, mposhti ata dhe na ndihmo kundër tyre. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. O Allah, më bëj të palëkundur, të udhëzuar dhe udhëzues për të tjerët. Transmeton Buhariu. O Allah, lavdëroje e nderoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, ashtu siç e lavdërove dhe e nderove Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit. Se me të vërtet ti je i lavdëruar e i madhëruar. O Allah, bekoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, ashtu siç e bekove Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit. Se me të vërtet ti je i lavdëruar dhe i madhëruar. Transmeton Buhariu. O Allah, më mundëson një shok të mirë e të devotshëm. Transmeton Buhariu. O Allah, më mëso Kur'anin, urtësinë dhe më bëj ta kuptoj fenë. Transmeton Buhariu. O Allah, më fal mua. O Allah, në ditën e Kiametit më bëj të jem më lart se shumë prej krijesave tua prej njerëzve. O Allah, mi fal mëkatet dhe më bëj të hyj në portën fisnike në xhennet. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. O Allah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Ti më ke krijuar mua dhe unë jam robi yt. Unë do të përpiqem sa të kem mundësi që t'i përmbahem marrëveshjes që kam bërë me ty dhe premtimit që të kam dhënë. Kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e asaj që e kam bërë. Unë i pranoj të gjitha të mirat që ti mi ke dhënë, dhe po ashtu i pranoj edhe mëkatet e mia. Andaj, të lutem më fal, se askush tjetër përveç teje nuk i fal mëkatet. Transmeton Buhariu. O Allah, ty të takon lavdërimi dhe falënderimi. Ti je drita e qiejve dhe e tokës, dhe çka në mes tyre. Ty të takon lavdërimi dhe falënderimi. Ti je mbikëqyrës i qiejve dhe i tokës, dhe çfarë ka në mes tyre. Ty të takon lavdërimi dhe falënderimi. Ti je i vërtet, premtimi yt është i vërtet. Fjala jote është e vërtet. Takimi me ty është i vërtet. Xheneti është i vërtet. Xhehenami është i vërtet. Kiameti është i vërtet. Pejgamberët janë të vërtet dhe Muhamedi është i vërtet. O Allah, ty do dorëzohem, tek ti mbështetem, ty të besoj dhe tek ti kthehem me pendim. Për ty armiqësohem dhe tek ti kthehem për gjykim. Mi fal mëkatet e kaluara dhe të tashme, ato që i kam bërë në vetmi, ato që i kam bërë haptazi. Ti je ai që lartëson këtë duash, dhe ti je ai e lë prapa këtë duash. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Transmeton Buhariu, Muslimi. O Allah, unë i kam bërë pa drejtësi të shumta vetes sime, dhe askush tjetër përveç teje nuk i fal mëkatet. Andaj, më fal mua me faljen tënde dhe më mëshiro, se vërtet ti je falës dhe mëshirues i madh. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, të madhërishmit, të butit. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të arshit madhështor. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të qiejve e të tokës dhe Zotit të arshit fisnik. Transmeton Buhariu, Tirmidhiu, El Adab El Mufrad. O Allah,
Kërkoj të më mbrosh nga belaja e papërballueshme, nga shytja në mjerim, nga vendimi yt dhe nga gëzimi e armikut. Transmeton Buhariu, Muslimi. O Allah, cilin do prej besimtarëve që e kam fyer apo ofenduar, të lutem bëje këtë, shkak që ai të jetë më afër teje në ditën e Kiametit. Transmeton Buhariu. Jemi të kënaqur me Allahun si Zot, Islamin për fe dhe Muhamedin sallallahu alaihi wasallam si të dërguar. O Allah, na ruaj nga fitnet. Transmeton Buhariu dhe Ibn Majah. O Allah, më mbroj nga brenga dhe pikëllimet, nga paaftësia dhe përtatësia, nga kopëratësia dhe frika, nga shytja në borxhe dhe mposhtja që njerëzit ma bëjnë mua. Transmeton Buhariu dhe Nesaiu. O Allah, më ruaj nga përtatësia, pleqëria e thellë, nga mëkatet, nga borxhet, nga sprova e varrit dhe nga dënimi i varrit, nga sprova e zjarrit dhe nga dënimi me zjarr, nga sprova e keqe e pasurisë dhe nga sprova e varfërisë. Transmeton Buhariu. O Allah, më shto pasurinë dhe fëmijët dhe më beko në atë që më jep. Transmeton Buhariu. O Allah, mi fal mëkatet e kaluara dhe të tashmet, ato që i kam bërë fshehurazi dhe ato që i kam bërë haptazi. Ti je ai që lartëson këtë duash, dhe ti je ai e lë prapa këtë duash. Ti je i plotfuqishëm për të bërë çdo gjë. Transmeton Buhariu. O Allah, mi fal mëkatet dhe ignorancën time, teprimin në çështjet e mia dhe tërë atë që ti e di për mua. O Allah, më fal atë që e them duke bërë shako dhe atë që e them seriozisht. Më fal kur gaboj qëllimisht dhe kur gaboj pa dashje, se të gjitha këto gjenden te unë. Transmeton Buhariu dhe El Edeb El Mufrad. Mbrohem me krenarin tënde, nga se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç teje, që nuk vdes kurse gjinët dhe njerëzit vdesin. Transmeton Buhariu. O Zot, mi fal mëkatet e mia në ditën e gjykimit. Transmeton Muslimi. O Allah, ty të takon lavdërimi dhe falenderimi atë sa janë qiejtë dhe toka, atë sa ka ndërmjet tyre, si dhe atë sa dëshiron ti prej gjërave të tjera përveç kësaj. I denjë për çdo lavdë dhe madhështi. Kjo është gjëja më e vërtetë që e thot robi. Të gjithë ne jemi robërit e tu. Askush nuk mund të pengoj atë që ti e jep dhe s'ka kush e jep atë që ti e ndalon. Pronarit të pasurisë nuk i bën dobi pasuria e tij, sepse çdo dobi është prej teje. Transmeton Muslimi. O Allah, mi fal të gjitha mëkatet, të voglat e të mëdhat, të parat dhe të fundit, ato që i kam bërë në publik dhe ato që i kam bërë kur isha vetë. Transmeton Muslimi. E ktheva fytyrën time me besim të pastërt, monoteist, nga ai i cili i formosoi qiejt dhe tokën. Dhe unë nuk jam nga idhujtarët. Me të vërtetë që namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime jam vetëm për Allahun, Zotin e botëve. Ai nuk ka asnjë ortak. Me këtë jam urdhëruar dhe unë jam prej muslimanëve. O Allah, ti je sunduesi, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Ti je Zoti im, kurse unë jam robi yt. I kam bërë shumë dëm vetës sime dhe i pranoj mëkatet e mia. Mi fal mua të gjitha mëkatet, sepse askush tjetër përveç teje nuk i fal mëkatet. Më udhëzo në moralin më të mirë, se askush tjetër përveç teje nuk udhëzon në moralin më të mirë. Më largo mua nga morali i keq, se askush tjetër përveç teje nuk largon nga morali i keq. Ty të përgjigjem me nxitim dhe ty të lartmadhëroj,
e tërë e mira është në dorën tënde, kurse e keqja nuk është tek ti. Unë jam yti, dhe kthimi im është tek ti. I madhëruar dhe i lartësuar je ti, o Allah, kërkoj të më falësh dhe tek ti pendohem. Transmeton Muslimi dhe Tirmidhiu. O Allah, Zoti i Gjibrailit, Mikailit dhe Israfilit, krijues i qiejve dhe i tokës, i dijshëm plotësisht rreth të padukshmës dhe të dukshmës, ti je ai që gjykon mes robëve të tu rreth asaj që ata janë të kundërshtuar. Më udhëzo mua në më të drejtën prej asaj që ata janë kundërshtuar mes vete, nga se ti je ai që udhëzon këtë duash në rrugën e drejtë. Transmeton Muslimi dhe Tirmidhiu. O Allah, më lër të jetoj deri atëherë kur jeta të jetë e dobishme për mua, dhe më vdes atëherë kur vdekja të jetë më e mirë për mua. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Sipas surës El Hujurat. O Allah, më forco me fjalën përforcuese La ilaha illallah në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Sipas surës Ibrahim. O Allah, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na mbroj nga dënimi me zjarr. Transmeton Muslimi. Mbroho me fjalët e pakryera të Allahut, nga e keqja e asaj që ai ka krijuar. Transmeton Muslimi, Tirmidhiu. O Allah, Zot i qiejve dhe i tokës, dhe Zot i arshit madhështor, Zot i ynë dhe Zot i çdo gjëje, zbërthyes i farës dhe i bërthamës. Ti je ai që e zbritet Teuratin, Injilin dhe Furkanin. Më mbroj nga e keqja e çdo gjëje që ti e ke nën kontroll. O Allah, ti je i pari dhe para teje s'ka gjë. Ti je i fundit dhe pas teje s'mbetet gjë. Ti je më i larti dhe më lart se ti s'ka gjë. Ti je i afërti dhe s'ka gjë më afër se ti. Na mundëso të lirohemi nga borxhi dhe na mbroj prej varfërisë. Transmeton Muslimi, Tirmidhiu. O Allah, më mbroj nga e keqja e asaj që e kam vepruar, dhe nga e keqja e asaj që nuk e kam vepruar. Transmeton Muslimi, Nesaiu. O Allah, më përmirëso fenë time, e cila është ruajtëse e çështjeve të mia. Më përmirëso punët e kësaj bote, nga se në të jetoj. Më përmirëso ahiretin, nga se atje do të kthehem. Më bëj jetën time shtim të çdo të mire, kurse vdekjen time shpëtim nga çdo e keqe. Transmeton Muslimi. O Allah, të kërkoj udhëzim, devotshmëri, nder dhe pasuri. Transmeton Muslimi, Tirmidhiu. O Allah, jepi shpirtit tim devotshmëri dhe pastroje atë, se ti je më i miri pastrues. Ti je kujdestari i ti dhe ruajtësi i ti. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga dituria e cila nuk bën dobi, nga zemra e cila nuk frikohet, nga shpirti i cili ngopet, dhe nga lutja e cila nuk merr përgjigje. Transmeton Muslimi. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, një dhe i vetëm. E përforcoj ushtrinë e tij, e ndihmoj robën e tij, imposhti grupet dhe pas tij s'ka gjë tjetër. Transmeton Muslimi. O Allah, më udhëzo dhe më bëj të përpikt. Transmeton Muslimi. O Allah, të lutem ty për udhëzim dhe qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. Transmeton Muslimi. I lartësuar është Allahu, aq sa është numri i krijesave të tij, aq sa dëshiron ai vet. Aq sa është pesha e arshit të tij dhe aq sa është ngjyra e pafund për të shkruar fjalët e tij. Transmeton Muslimi. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde, të mos mi marrësh mirësi që mi ke dhënë, të mos ma ndërrosh mirëqenjen time, nga dëshkimi yt i befasishëm dhe nga çdo gjë që ty të hidhëron. Transmeton Muslimi
El Adab El Mufrad. O Allah, ti je ndryshues i zemrave, ktheje zemrat tona në bindje ndaj teje. Transmeton Muslimi. Mbrohem me Allahun nga sprovat e dukshme, që i sheh dhe i di, dhe nga të fshehtat që nuk i sheh e as nuk i di. Transmeton Muslimi. O Allah, të lutem ngaq unë dëshmoj se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç teje, një dhe i vetëm, i vetë mjaftueshëm për të cilën të gjithë kanë nevojë, i cili as nuk ka lindur kë dhe as nuk është i lindur, dhe që as kush dhe as gjë nuk është i ngjeshëm e as i barabartë me të, që të mi falësh mëkatet e mia. Me të vërtetë, ti je falës dhe mëshirues. Transmeton Ebu Davudi, Ibn Majah, Ahmedi. O Allah, më frymëzo mua udhëzimin dhe më mbroj nga e keqja e vetes time. Transmeton Ahmedi. O Allah, më bëj rrezik dashurinë tënde, më bëj të dua, dhe dashurinë e atyre njerëzve apo gjërave që dashuria atyre më bën dobi tek ti. O Allah, nga ajo me të cilën më ke furnizuar prej atyre gjërave që i dua, bëje këtë dashuri forcë dhe ndihmë për mua në ato gjëra që ti i do. O Allah, ato gjëra që i ke larguar nga unë e që unë i dua, bëj shkak që unë të angazhohem me ato gjëra që ti i do. Transmeton Tirmidhiu. O Allah, më fal mua, tek ti kthehem me pendim. Me të vërtetë, ti je pranues i pendimit dhe faljes. Transmeton Tirmidhiu, Nesaiu. O Allah, me ty mbrohem nga morali i keq, veprat e këqija dhe dëshirat e këqija. Transmeton Tirmidhiu. O Allah, më mbroj nga e keqja e dëgjimit tim, e shikimit tim, e të folurit tim, e zemrës time dhe nga e keqja e organit tim. Transmeton Tirmidhiu, Nesaiu. O Allah, të kërkoj nëpërmjet dijes tënde që ke për të fshehtën dhe fuqisë së plotë që ke mbi krijem, më bëj të jetoj deri jeta të jetë më e mirë për mua, dhe më vdes nëse vdekja është më e mirë për mua. Të lutem ty që të më japësh frikë ndaj teje edhe në vetmi edhe në publik. Të më bësh të jam i sinqert, edhe kur jam i kënaqur, edhe kur jam i zemëruar. Të lutem të më japësh maturi në varfëri dhe në pasuri. Të lutem të më japësh mirësi që nuk mbarojnë dhe kënaqësi për sy e cila nuk ndërpritet. Të lutem të më bësh të kënaqur pas zbritjes së caktimit tënd dhe të më japësh jetë të mirë pas vdekjes. Të lutem ty të më japësh kënaqësinë e shikimit në fytyrën tënde dhe dëshirës së madhe për takimin me ty, pa u goditën nga ndonjë fatkeqësi dëmtuese apo sprovë që më bën të devijoj. O Allah, na zbukuro me bukurinë e imanit dhe na bëj të udhëzuar dhe udhëzues. Transmeton Nesaiu. O Allah, më mbroj nga e keqja e shpirtit tim dhe më bëj të vendosur në veprimin e më të mirës. O Allah, më fal mëkatin që e kam bërë në fshehtësi dhe atë që e kam bërë në publik. Më fal kur kam gabuar pa qëllim dhe qëllimisht, qoftë nëse e kam bërë me dije apo pa dije. Transmeton Nesaiu. O Allah, më mbroj nga kooperacia, jo trimëria, matufosja, nga sprovat e zemrës dhe nga dënimi i varrit. Transmeton Nesaiu. O Allah, më mbroj nga uria, nga se ajo është shoqëruesi më i keq, dhe më mbroj nga tradhtia, nga se ajo është fshehtësi shumë e keqe që e bart njeriu. Transmeton Nesaiu. O Allah, më ruaj nga leukoderma, nga çmenduria, nga lebra dhe nga sëmundjet e këqija. Transmeton Sahih El Xhami. O Allah, më ruaj nga komshiu i keq në vendbanimin e përhershëm, nga se komshiu nomad pa vendbanim të qëndrueshëm largohet pas një kohe. Transmeton Nesaiu. O Allah, të kërkoj xhenetin dhe me ty mbrohem nga zjarri. Transmeton Nesaiu. O Allah, më ruaj nga rrëzimi, nga përbysja dhe nga djegja. Kërkoj të më ruash nga mashtrimi i shejtanit në agoninë e vdekjes, nga vdekja si dezertor nga rruga jote, si dhe nga vdekja e shkaktuar prej helmit të kafshëve.
Transmeton Nesaiu. O Allah, më udhëzon në mesin atyre që i ke udhëzuar. Më jep mirëqenie në mesin atyre që u ke dhënë mirëqenie. Më mbështet edhe mua sikur ata të cilët i ke mbështetur. Më bekon në atë që ti më ke dhuruar. Më ruaj nga e keqja e asaj që ti e ke përcaktuar. Se vërtet ti gjykon dhe askush s'mund të gjykoj ty. Nuk është për të ruaj ai të cilin ti e ke mëqësuar, e as që është i nderuar ai që ti e ke armiqësuar. I bekuar qofsh, o Zot, dhe i lartësuar. Transmeton Ebu Davuti, Ibn Majah, Nesaiu Ahmedi. O Allah, të lutem të më mundësosh të veproj vepra të mira, të largohem nga veprat e urryera, më bëj t'i dua të varfërit, dhe kur të vendosësh t'i sprovosh robërit e tu, më merr tek ti pa mos provuar. Transmeton Tirmidhiu. O Allah, o i gjithdijshëm për të fshehtat dhe të shfaqurat, o krijues i qiejve dhe i tokës, dhe Zot e sundues i çdo gjëje, unë dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Më mbroj nga e keqja e vetës sime, nga e keqja e shejtanit dhe nga shirku, dhe më mbrojt që vetvetes e as ndonjë besimtari të mos i bëj dëm. Transmeton Ebu Davudi. Mbrohem me Allahun, gjithë dëgjuesin dhe të gjithë dishmin, nga shejtani mallkuar, nga çmenduria e tij, arroganca e tij dhe poezia e tij e kot. Transmeton Tirmidhiu Ebu Davudi. O Allah, unë të kërkoj qëndrueshmëri në fe dhe vendosmëri të zemrës. Të kërkoj të jem mirënjohës ndaj begative tua dhe t'i kryej adhurimet ndaj teje në formë më të përkryer. Të kërkoj gjuhë të sinqert dhe zemër të pastër. Me ty mbrohem nga çdo e keqe që ti e di, dhe të kërkoj çdo të mirë që ti e di. Të kërkoj falje për ato mëkate që ti i di, sepse ti i di të gjitha të fshehtat. Transmeton Tirmidhiu. Askush dhe asgjë nuk ka të drejtë të adhurohet përveç Allahut, të vetmit pa ortak. Atij i takon sundimi, lavdi e falënderimi dhe ai është i gjithfuqishëm për çdo gjë. I pastër prej tëmetave dhe mangësive është Allahu. I gjithë lavdërimi dhe madhërimi është për Allahun. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Allahu është më i madhi. Nuk ka ndryshim të gjendjes e as forcë për të, përveç se me forcën dhe vullnetin e Allahut. Transmeton Tirmidhiu. O Allah, mi fal mëkatet, më mëshiro dhe më bashko me shoqërinë e lartë. Transmeton Tirmidhiu. O Allah, mi fal mëkatet e mia, më zgjero vendbanimin tim dhe më bekon në atë me të cilën më furnizon. Transmeton Tirmidhiu. O Allah, na jep një pjesë frike ndaj teje, aq sa të bëhen pengesë mes neve dhe mëkatimit ndaj teje. Na jep një pjesë të nënshtrimit ndaj teje, aq sa të bësh shkak për hyrjen në xhenetin tënd. Na jep një pjesë të bindjes së paluhatshme, aq sa t'i përballojmë fatkeqësitë e kësaj jete. Na bëj të gëzojmë shëndet në dëgjimin ton, shikimin ton dhe fuqinë që na e ke dhënë aq sa të kemi jetë, dhe bëj që këto të trashëgohen nga ne. Na e mundëso të marrim të drejtën tonë ndaj atyre që na bëjnë padrejtësi dhe na ndihmo kundër atyre që na armiqësojnë. Mos na sprovon në fen tonë. Mos bëj që kjo botë të jetë qëllimi ynë kryesor e as të shpenzojmë pjesën më të madhe të dijes sonë në të, dhe mos bëj që të na udhëheq ai i cili nuk na mëshiron. Transmeton Tirmidhiu. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. I pasur nga tëmetat je ti. Unë me të vërtet kam gabuar. Transmeton Tirmidhiu. O Allah, ti je falës. Ti e do faljen dhe fshirjen e mëkateve. Andaj të lutem më fal e mi fshi mëkatet. Transmeton Tirmidhiu Ibn Majah. O ndryshues i zemrave, përforcoje zemrën time në fen tënde. Transmeton Tirmidhiu. O i gjallë që nuk vdes kurr, o mbajtës i gjithë shkaje, me mëshirën tënde kërkoj shpëtim e ndihmë, o posedues i madhështisë dhe nderimit. Transmeton Tirmidhiu. Mbrohem me fjalët e përsosura të Allahut, nga zemërimi i tij, dëshkimi i tij, nga e keqja e robëve të tij, nga cytjet e shejtanëve
dhe që ata të mos i kenë pranë vetës. Transmeton Ebu Davudi. O Zoti im, ji me mua e jo kundër meje. Më ndihmo mua e mos i ndihmo të tjerët kundër meje. Bëj kurthe në të mirën time, e mos bëj kurthe kundër meje. Më udhëzo dhe bëj udhëzimin e lehtë për mua. Më ndihmo ndaj atyre që më shtypin. O Allah, më mundëso të të falenderoj, të përmend, të ta kem frikën vetëm ty, të bindem e nënshtrohem, të jem i përulur ndaj teje, të lus shumë dhe vazhdimisht, të kthehem tek ti. O Zoti im, pranoje pendimin tim, më pastro nga mëkatet, përgjigje lutjes sime, forcoje argumentimin tim, më udhëzo gjuhën, më drejto zemrën dhe më largo urrëtitjen nga gjoksi. Transmeton Tirmidhiu. O Allah, më bëj të mjaftohem me atë që e ke lejuar, ashtu që të mos i afrohem asoj që ti e ke ndaluar, dhe me mirësinë tënde më bëj të mos ja kem nevojën askujt tjetër përveç teje. Transmeton Tirmidhiu. O Allah, me kënaqësinë tënde mbrohem nga hidhërimi yt, me faljen tënde mbrohem nga dënimi yt, mbrohem me ty nga ti. Unë nuk mund të lavdëroj e as madhëroj ashtu siç e meriton ti. Ti je ashtu siç e ke madhëruar dhe lavdëruar veten tënde. Transmeton Tirmidhiu dhe Muslimi. I pastër nga të metat dhe i lartësuar është Allahu nga to, aq sa ka krijesa në qiell. I pastër nga të metat dhe i lartësuar është Allahu nga to, aq sa ka krijesa në tokë. I pastër nga të metat dhe i lartësuar është Allahu nga to, aq sa është numri i krijesave mes tyre. I pastër nga të metat dhe i lartësuar është Allahu nga to, aq sa është numri i krijesave që ai i krijon. Allahu është më i madhi, po aq herë. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut, po aq herë. Nuk ka ndryshim të gjendjes e as forcë për këtë, veçse me lejen dhe vullnetin e Allahut, po aq herë. Transmeton Tirmidhiu. Kërkoj falje te Allahu, i madhërishme, përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë. Ai është i gjalli dhe mbikëqyrës i çdo gjëje, dhe te ai kthehem i penduar. Transmeton Tirmidhiu. O Allah, më ruaj nga sjelljet e këqija, veprat e këqija dhe dëshirat, epshet e tekat e këqija. Transmeton Tirmidhiu. Allahu është më i madhi dhe askush nuk është më i madh se ai. Lavdërimet dhe falenderimet e shumta i takojnë vetëm Allahut. E lartësoj Allahun nga çdo emet në mëngjes e në mbrëmje. Transmeton Tirmidhiu. O Allah, më bëj dobi me atë që më ke mundësuar ta di. Më mëso atë që më bën dobi dhe më shto dijen. Transmeton Ibn Majah, Hakimi, Bejhekiu. O Allah, më beko në dëgjimin tim, në shikimin tim, dhe bëj këto të trashëgohen prej meje. Më ndihmo ndaj atij që më shtyp dhe hakmerru ndaj tij për mua. Transmeton Tirmidhiu, Hakimi dhe Bejhekiu. O Allah, të kërkoj dije të dobishme dhe më ruaj nga dija e padobishme. Transmeton Ibn Majah. O Allah, të lutem të më japësh çdo të mirë, tani apo në të ardhmen, atë të mirë që e di dhe atë që nuk e di. Të lutem të më mbrosh nga çdo e keqe, tani apo në të ardhmen, nga ajo e keqe që e di dhe atë që nuk e di. O Allah, unë të lutem ty të më japësh çdo të mirë për të cilën të luti robi dhe i dërguari yt, dhe të kërkoj të më mbrosh nga çdo e keqe për të cilën të kërkoj mbrojtje robi dhe i dërguari yt. O Allah, të lutem ty të më mundësosh xhenetin dhe çdo gjë që dërgon afër ti, nga fjalët apo veprat. Të lutem të më mbash larg nga xhehenemi dhe nga çdo gjë që dërgon afër ti, nga fjalët apo veprat. Të lutem çdo caktim që e ke vendosur për mua ta bësh të mirë. Transmeton Ibn Majah. O Allah, të kërkoj mirëqenie në dynja dhe ahiret. Transmeton Ibn Majah. O Allah, më mbroj mua nga dënimi yt në ditën kur do t'i ringjallësh robërit e tu. Transmeton Ibn Majah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, një dhe i vetëm. Atij takon sundimi, lavdërimi e falenderimi.
dhe ai është i plot fuqishëm të bëjë çdo gjë. I pa të meta dhe pa mangësi është Allahu. Lavdërimet dhe falenderimet i takojnë Allahut. Allahu është më i madhi. Nuk ka ndryshim të gjendjeve e as fuqi për këtë. Pa lejen e Allahut të gjithë dishmit të madhërishmit. Transmeton Ibn Majah. Allahu është Zoti im dhe unë nuk i shoqëroj atij asgjë. Transmeton Ibn Majah. Mbrohem me fytyrën fisnike të Allahut dhe me fjalët e përsosura të tij, të cilat nuk mund t'i kaloj dot asnjë i drejtë e asnjë i padrejtë. Nga sherrri i gjithçkaje që ai ka krijuar, nga sherrri i gjithçkaje që zbret nga qielli, nga sherrri i gjithçkaje që ngjitet në të, nga sherrri i çdo krijese mbi sipërfaqen e tokës, nga sherrri i çdo gjëje që del prej nën toke, nga sherrri i sprovave të natës dhe të ditës, nga sherrri i çdo fatkeqësie gjatë natës dhe ditës. Përveç një ndodhie që vjen me të mirë, o mëshirues. Transmeton El-Adab El-Mufrad. O Allah, unë jam vetëm njeri, andaj të lutem mos më dëno. Nëse e lëndoj apo e fëndoj të një besimtar, të lutem mos më dëno. Transmeton El-Adab El-Mufrad. O Zoti im, më fal dhe pranoje pendimin tim, dhe më mëshiro. Vërtet që ti je pranues i pendimit dhe mëshirëplot. Transmeton El-Adab El-Mufrad. O Allah, më bëj të vdes me të devotshmit. Mos më lë në mesin e të prishurve dhe më bashko me të mirët. Transmeton El-Adab El-Mufrad. Me emrin e Allahut, emër ky me përmendjen e të cilit nuk mund të bëj dëm asgjë në tokë dhe as në qiell. Allahu është ai i cili dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Transmeton El-Adab El-Mufrad dhe Ahmedi. O Allah, më ruaj nga e keqja në të cilën s'ka asnjë të mirë. Transmeton El-Adab El-Mufrad. O Allah, më ndihmo të përmend, të falenderoj dhe të lavdëroj ty, ashtu siç është më së miri. Transmeton El-Adab El-Mufrad. O Allah, më jep dritë në zemrën time, më jep dritë në gjuhën time, në dëgjimin tim, në shikimin tim. Më jep dritë mbi mua, dritë nën mua, në anën e djathtë dritë, në të majtën dritë, përpara meje dritë, prapa meje dritë. Më jep dritë në nefsin tim, më jep mua dritë, më zmadhë këtë dritë, bë për mua dritë dhe më bëj mua dritë. O Allah, më jep dritë mua, në nervat e mia, në mishin tim, dritë në gjakun tim, dritë në flokët e mia, dritë në lëkurën time. O Allah, më jep dritë në varrin tim, më jep dritë në eshtrat e mia. Më shto dritën, më shto dritën, më shto dritën, më jep mua dritë mbi dritë. Transmeton El-Adab El-Mufrad. O Allah, më fal, më mëshiro, më udhëzo, mi plotëso nevojat, mi zëvendëso humbjet, më ndres gjendjen, më jep mirëqenie, më furnizo dhe mi ngrit gradat. Transmeton Ebu Davudi, Ibn Majah. O Allahu im, me ty mbrohem nga varfëria, nga mangësia dhe poshtërimi. Me ty mbrohem që të mos u bëj padrejtësi të tjerëve, e as të mos më bëjnë padrejtësi. Transmeton Ebu Davudi. O Allah, bashko me zemrave tona dhe na përmirëso raportet tona, na nxjerr nga errësirat për në dritë, na mboj larg nga imoraliteti, ato që i dim dhe ato që nuk i dim. Na beko dëgjimin ton, shikimin ton, zemrat tona, bashkëshortet tona, pasardhësit tan, tek ti kthehemi me pendim. Vërtet, ti je pranuesi i pendimit dhe mëshirëplot. Na bëj mirënjohës ndaj të mirave tua, duke të falenderuar për to. Na bëj që ti pranojmë begatit tua dhe na i plotëso ato. Transmeton Ebu Davudi. O Allah, mi fal mëkatet e mia, largoje shejtanin nga unë, më liro nga borxhet dhe mëkatet, dhe më bëj të jem me shoqërinë më të lartë. Transmeton Ebu Davudi. O Allah, kërkoj të më japësh mirëqenie në këtë botë dhe në botën tjetër. O Allah,
kërkoj të më falësh dhe të më japësh mirëqenie në fen time, jetën time, familjen time dhe pasurinë time. O Allah, mi mbula mangësitë e mia dhe më qetëso në momente trishtuese. O Allah, më mbroj përpara dhe prapa, në anën e djathtë, në anën e majtë dhe nga lartë. Me madhështinë tënde brohem që të mos më lëshoj toka. Transmeton Ebu Davudi. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga vështirësitë dhe vuajtjet e kësaj bote, dhe vështirësitë dhe tmerret e botës tjetër. Transmeton Ebu Davudi. Më mjafton Allahu, s'ka të adhuruar më të drejtë përveç Tij. Tek Ai unë mbështetem plotësisht dhe Ai është Zoti i Arshit Madhështor. Transmeton Ebu Davudi. O Allah, më jep shëndet në trupin tim, në dëgjimin tim dhe në shikimin tim. Nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Teje. O Allah, më ruaj nga kufri dhe varfëria, më ruaj nga dënimi i varrit. Nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Teje. Transmeton Ebu Davudi. O Allah, mëshirën tënde shpresoj, andaj mos më lër të mbështetem në veten time, as sa një kapsallitje e syrit, dhe më përmirëso tërë gjendjen time. S'ka të adhuruar me të drejtë përveç Teje. Transmeton Ebu Davudi. O Allah, të kërkoj Ty të më japësh nga mirësia dhe mëshira jote, nga se askush tjetër nuk i posedon ato përveç Teje. O Allah, fali besimtarët e besimtarët. Transmeton Taberaniu. O Allah, më ruaj nga komshiu i keq, nga bashkëshortja e cila të zbardh para kohe, nga fëmia mos respektues që bëhet mbizotrues ndaj meje, nga pasuria e cila shndërrohet në dënim për mua dhe nga miku dinak, syri i të cilit më sheh, ndërsa zemra e tij më vëzhgon. Sa herë që e sheh ndonjë të mirë tek unë e gropos, e kur e sheh ndonjë të keqe e përhap. Transmeton Taberaniu. O Allah, të kërkoj mbrojtje nga dita e keqe, nota e keqe, momenti i keq, shoqëruesi i keq dhe nga fqinji i keq, në vembanimin e përhershëm. Transmeton Taberaniu. O Allah, unë jam robi yt, biri i robit tënd, biri i robëreshës tënde. Bolli im është në dorën tënde. I përfunduar është gjykimi yt ndaj meje. I drejtë është saktimi yt ndaj meje. Të lutem me çdo emër tëndin me të cilin ke emëruar veten, apo që e ke zbritur në librin tënd, apo ja ke mësuar ndonjërs prej krijesave tua, apo e ke mbajtur në dijen tënde të fshehtë. Ta bësh Kur'anin pranverë të zemrës sime, dritë të gjoksit tim, shlyes të pikëllimit tim dhe largues të brengës sime. Transmeton Ahmedi. O Allah, më llogarit me një llogaritje të lehtë. Transmeton Ahmedi. O Allah, më ruaj që mos të shoqëroj diç në adhurim me dije dhe kërkoj faljen tënde për shoqërimin që ta bëj pa dije. Transmeton Ahmedi. O Allah, mos më poshtëro në ditën e Kiametit. Transmeton Ahmedi. O Allah, Ti ma zbukurove pamjen time, andaj të lutem ma zbukuro edhe moralin tim. Transmeton Ahmedi. O Allah, më ripërtri imanin në zemrën time. Transmeton Hakimi. O Allah, më mbaj larg nga moralet e shëmtuara, të ulëta, nga dëshirat, pasionet e ulëta, nga veprat e ulëta dhe nga sëmundjet e këqija. Transmeton Hakimi. O Allah, të lutem Ty për jetë të pastërt, të kënaqshme, për vdekje të mirë dhe kthim pa turpërim, dhe pas zbulim të mangësive para të tjerëve. Transmeton Hakimi. O Allah, më ruaj me Islam kur jam në këmbë, më ruaj me Islam kur jam ulër, më ruaj me Islam kur jam shtrirë, dhe mos lejo që armiku im, apo ziliqari të ngazëllehet me vuajtjet të mia. O Allah, të kërkoj çdo të mirë. Qelësat e së cilës janë në dorën tënde. Kërkoj mbrojtjen tënde nga çdo e keqe. Qelësat e së cilës janë në dorën tënde. Transmeton Hakimi. O Allah, të kërkoj Ty kërkesën më të mirë, lutjen më të mirë, suksesin më të mirë.
veprën më të mirë, shpërblimin më të mirë, jetën më të mirë, vdekjen më të mirë. Më mbaj të palëkundër, bëj që peshorja e veprave të mira të më jetë e rëndë. Më përmirëso besimin tim, më ngrit pozitën time, pranoja namazin tim dhe mi fal mëkatet e mia. Të kërkoj shkallët më të larta në xhenet. Transmeton Hakimi. O Allah, të kërkoj qelësin e të mirave dhe përfundimin të mirave, në të gjitha aspektet, nga fillimi deri në fund. Atë të mirë që e di dhe atë që nuk e di. Dhe të kërkoj gradat më të larta në xhenet. Amin. Transmeton Hakimi. O Allah, të kërkoj të mirën e çdo gjëje që e bëj, të mirën e asaj që e veproj, të mirën e punës sime, të mirën e asaj që e mbaj të fshehtë dhe të mirën e asaj që e shfaqi, dhe të kërkoj grada më të larta në xhenet. Amin. Transmeton Hakimi. O Allah, të kërkoj të më ngritësh larg reputacionin tim, të më heqësh barrën e mëkateve të mia, të më rregullosh punët e mia, të më pastrosh zemrën, të më ruash pastërtinë, të më ndriçosh zemrën time dhe të më falësh mëkatet e mia. Të kërkoj shkallët më të larta në xhenet. Amin. Transmeton Hakimi. O Allah, të kërkoj ty të më bekosh në shpirtin tim, në dëgjimin tim, shikimin tim, trupin tim, sjelljet e mia, familjen time, jetën time, vdekjen time, punën time dhe të mi pranosh veprat e mira. Të kërkoj shkallët më të larta në xhenet. Amin. Transmeton Hakimi. O Allah, na e bëj të dashur imanin dhe zbukuroja atë në zemrat tona, dhe na e bëj të urryer kufrin, mëkatin dhe mosbindjen ndaj teje, dhe na bëj nga të drejtët. Sipas surës El Hujurat. O Allah, më forco me fjalën përforcuese La ilaha illallah në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Sipas surës Ibrahim